I pandehuri i Spakut Plaren Ndreca i akuzuar për veprën penale shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike, i cili ushtron detyrën e avokatit të pandehurit tjetër, Erion Veliaj, me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, zotëron njësër pasurish, për shumicën e të cilave si burim kryesor ka kursimet e tij personale dhe kursimet e prindërve. CNA sot do të sjellë pasurinë e avokatit të pandehur të Erion Veliaj, Plaren Ndreca, i cili deklaron apartamente, garazhe, paga nga institucione shtetërore, paga nga Bashkia e Tiranës, honorare, dieta, paga nga kuvendi, nga shoqëri private, nga universitete e të tjerë. Ajo çfarë vihet re nga deklarimet në ILDKPI është se Plaren Ndreca është një kursimtar i madh, por nga ana tjetër edhe adhurues i automjeteve luksoze. Avokati 99 i Veliajt, që u bën presion gjykatave në përkonferenca shtypi, ka një sër llogarish bankare, ku herë deklaron se i ka nga të ardhurat e herë nga kursimet. 99-ci, që dikur kandidonte në partinë e Veliajt, e sot e mbron në procesin gjyqësor, ka shumë ngjashmëri me Erion Veliajn. Ky i fundit bëri dasmën me kursimet e nënës, ndërsa avokati i tij i pandehur është bërë me apartamente e dyqane nga aktiviteti i prindërve dhe kursimet. Ja çfarë deklaron avokati i pandehur në ILDKPI. Viti 2013, Plaren Ndreca, apartament banimi 108 m2 e pa hipotekuar, apartament nga aktiviteti privat i prindërve dhe shitja e shtëpisë në Rubik Mirdith, 43.200 euro, 100%, akt marrëveshja, datë 3/4/2004, dyqan me sipërfaqe 13.3 m2 e pa hipotekuar, burimi, kursime nga aktiviteti privat i prindërve, plus shitja e dyqanit Rubik Mirdith, 15.600 euro, 100%, akt marrëveshja, data 6/6/2005, 2 garazhe, 32 m2 e pa hipotekuar, burimi, kursime personale ndërvite, 7.000 euro, kontrat porosie, data 10/9/2012, automjeti tip Mitsubishi, ASX, Ultimate, bler me kontrat qiraje financiare, burimi, kursime personale, 27.800 euro, kontrat qiraje financiare, datë 28/9/2011, aksioner në studio TNTN, përqindje në kapital 33.3%, numri i aksioneve 3.33%, llogari personale rrjedhse në bank, gjendja datë 12/10/2013, 454.829.83 lek, llogari rrjedhse në bank, gjendja datë 12/10/2013, 224.058.97 lek, llogari personale rrjedhse në bank, gjendja datë 12/10/2013, 841.61 euro, gjendja kesh 10.000 euro, të ardhura neto nga ushtrimi i profesionit si avokat në studion ligjore TNDN, 1 janar 2013, 12 tetor 2013, 340.936 lek, të ardhura neto si antar bordi në shoqërinë ujësjellës kanalizime SHA Kavaj, 1 janar 2013, 12 tetor 2013, 185.409 lek, të ardhura nga dhënia me qira e dyqanit, me sipërfaqe 13.3 m2, 1 janar 2013, 12 tetor 2013, tatimi mbi fitimin 10%, paguhet nga qiramarrësi në fund të vitit, 180.000 lek, kontrat qiraje, datë 1/1/2013, të ardhura nga ekzekutimi i titullit ekzekutiv me palë kreditore, Plaren Ndreca, ekzekutuar në datën 1 janar 2013, 12 tetor 2013, 874.000 lek, detyrimi mbetur për blerjen e automjetit tip Mitsubishi, ASX Ultimate, kontrat qiraje financiare, datë 28/9/2011, gjithsej 9 fletë situar faqa 4 e deklaratës, 10.529.57 euro, Suela Ndreca, të ardhura nga ushtrimi i funksionit si përmbaruese gjyqësore private, e regjistruar si person fizik në QKR, me numër NIPTI L22406017H, do pasqyrohet në fund të vitit financiar 2013, pasi përfundohet bilanci vjetor. Detyrimi financiar i pashlyer, kontrat kredie bankare deri në datën 12 tetor 2013, 102.710.2 euro, Plaren Ndreca, automjeti tip Jaguar,
XF 2.2 me kontratë qiraje financiare, vlera e dhënë 26.000 euro, burimi shitje automjetit tip Mitsubishi ASX Ultimate, kursime personale, si dhe huamarrja e sqaruar më parë 38.000 euro, llogari personale rrjetse në bank, gjendja datë 31/12/2013, 1.888.62 euro, llogari personale rrjetse në bank, gjendja datë 31/12/2013, 348.200.36 lek, llogari personale rrjetse në bank, gjendja në datën 31 dhjetor 2013, 8.97 lek, të ardhura neto si sekretari i përgjithshëm në mas, 12 tetor 2013, 31 dhjetor 2014, 309 lek, të ardhura nga dhënia me qira e dyqanit me sipërfaqe 13.3 m2, tetor dhjetor 2013, tatimi mbi fitimi 10%, paguhet nga qira marsi në fund të vitit, në shumën 24.000 lek dhe 36.000 lek, të ardhura si antar i Këshillit Mbikëqyrës në ndërmarrjen e Qytet Studentit nr. 1 Tiranë, 41.727 lek, të ardhura nga ekzekutimi i detyrimit financiar, sqaruar në deklaratën PF nga Studio Përmbarimore, 583.236 lek, detyrimi i mbetur për blerjen e automjetit tip Jaguar XF2 me kontratë qiraje financiare, vlera e dhënë 26.000 euro, shuma e shlyer 1.091.46 euro, gjendja e detyrimit të mbetur deri në 31 dhjetor 25.508.54 euro. Suela Ndreca, fitimi neto sipas bilancit të vitit 2013 nga ushtrimi i funksionit si përmbarues gjyqësore private, 3.781.291 lek. Të ardhura nga paga si e vetë punësuar si pas bilancit të vitit 2013, 258.000 lek, detyrim financiar i pashlyer, kontrat kredia bankare deri në datën 31/12/2013, 102.358 euro, 2014, Clarent Ndreca, llogari personale rrjesi, gjendja në datën 31 dhjetor 2014, 524.487.4 lek, llogari personale rrjesi, gjendja në datën 31/12/2014, 0.91 euro, llogari personale rrjese, gjendja në datën 31 dhjetor 2014, 158.014.88 lek, të ardhura si sekretari i përgjithshëm mas janar dhjetor 2014, 1.373.481 lek, të ardhura neto si antar i Këshillit Mbikëqyrës në ndërmarrjen e Qytetit Studentit nr. 1 Tiranë, janar dhjetor 2014, 247.212 lek, të ardhura neto si antar bordi në shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Kavaj, janar dhjetor 2014, 230.690 lek, të ardhura neto si aksioner 33.3% i studios ligjore TNDN, viti 2014, 95.926 lek, detyrimi i mbetur për blerjen e automjetit tip Jaguar XF 2.2 me kontratë qiraje pagesa gjatë vitit 2014 janë 6.554.03 euro, nga të cilat 2.026.56 euro janë interesa, shuma e pashlyer 6.554.3 euro, shuma e shlyer 6.554.3 euro, shuma e pashlyer 21.360.54 euro. Suela Ndreca, bler automjeti tip Renault Clio 1.5 me vlerë 14.200 euro, paguar 25% e shumës nga të ardhurat dhe fitimi vjetor si përmbaruese gjyqësore gjatë viteve 2013-2014 dhe 75% të shumës me kredi bankare 14.200 euro. Fitimi neto sipas bilancit të vitit 2014 nga ushtrimi i funksionit si përmbaruese gjyqësore private, 234.743 lek, të ardhura nga paga si e vetë punësuar, vitit 2014, 230.212 lek, llogari rrjese personale është mbyllur, vitit 2015, Clarent Ndreca,
llogari personale rrjedhëse, gjendja në datën 31 dhjetor 2015, 821.079.68 lek, llogari personale rrjedhëse në euro, gjendja në datën 31 dhjetor 2015, 0.91 euro, llogari personale rrjedhëse, gjendja në datën 31 dhjetor 2015, 252.582.31 lek, të ardhura neto si sekretari i përgjithshëm në mas, janar dhjetor 2015, 1.323.405 lek, të ardhura neto si antar i Këshillit Mbikëqyrës në ndërmarrjen Qytet Studenti numër 1 Tiranë, janar dhjetor 2015, 234.654 lek, të ardhura neto si antar i bordit në Yjsjellës Kanalizime Kavaj, janar dhjetor 2015, 123.607 lek, të ardhura neto si aksioner, 33.3% i studios ligjore TNDN, viti 2015, 136.584.2 lek, detyrimi i shlyer për blerjen e automjetit tip Jaguar XF2.2 me kontratë qiraje financiare, shuma e shlyer 998.077.91 lek, Suela Ndreca, shlyer pjesërisht kredia së bashku me interesa për blerjen e automjetit tip Renzo Clio, fitimi neto sipas bilancit të vitit 2015 nga ushtrimi i funksionit si përmbaruese gjyqësore private 874.213 lek, të ardhura nga paga si e vetpunësuar vitit 2015 264.000 lek. Viti 2016, Clarent Ndreca, llogari personale rrjedhëse, gjendja në datën 31 dhjetor 2016, 1.729.443 lek, llogari personale rrjedhëse, gjendja në 31 dhjetor 2016, 0 euro, llogari personale rrjedhëse, gjendja në datën 31 dhjetor 2016, 253.020.72 lek, shitja automjetit tip Jaguar XF2.2 në datën 28/7/2016, 35.000 euro, llogari kartë krediti, gjendja në datën 31 dhjetor 2016, 1.223.5 euro, të ardhura neto si sekretari i përgjithshëm as dhe dieta, 1.425.191 lek, të ardhura neto si antar i Këshillit Mbikëqyrës në ndërmarrjen e Qytet Studentit numër 1 Tiranë dhe shpërblimi i vitit 2016, 160.392 lek, të ardhura neto page për mbledhje të Këshillit Mbikëqyrës janar-gusht 2016 nga Albania Adventure Reason SHA, 300.000 lek, të ardhura neto si aksioner 33.3% i studios ligjore TNDN, 67.888 lek, detyrimi i shlyer për blerjen e automjetit tip Jaguar XF2.2 sipas kontratës së shit blerjes, automjeti në datën 27/7/2016, 13.368.74 euro, llogari kartë krediti me limit krediti 2.000 euro, gjendja e detyrimit 1.223.5 euro. Viti 2017, Clarent Ndreca, llogari personale rrjedhëse, gjendja në datën 31 dhjetor 2017, 2.434.807.33 lek, llogari personale rrjedhëse, gjendja në datën 31 dhjetor 2017, 252.824.6 lek, bashkëpunëtori trulli dhe ndërtesës në fshatin Mirdit me prindrit dhe motrat, përfituar me vendimin numër 4, datë 23/6/2017 të Bashkisë Mirdit. Llogari kartë krediti në bank, gjendja në datën 31 dhjetor 2017, 1.154.27 euro, të ardhura neto nga dieta si sekretari i përgjithshëm mas, janar-tetor 2017 dhe të ardhura nga dieta si sekretari i përgjithshëm MTM, tetor-dhjetor 2017, 1.323.421 lek, të ardhura neto si antar i Këshillit Mbikëqyrës në ndërmarrjen e Qytet Studentit numër 1 Tiranë dhe shpërblimi i vitit 2017, 151.776 lek, të ardhura neto si kryetar bordit të administrimit të Universitetit Politeknik, 216.750 lek, të ardhura neto si aksioner 33.3% i studios ligjore TNDN, 52.710 lek, të ardhura sipas akt marrëveshjes datë 11/1/2017, 1.800 euro. Suela Ndreca, llogari personale, gjendja në datën 31 dhjetor 2017,
236.36 lek. Gjendja e llogarisë ku shlyhet kredia bankare, gjendja në datën 31 dhjetor 2017, 139.52 euro. Fitimi neto sipas bilancit të vitit 2017 nga ushtrimi i funksionit si përmbaruese gjyqësore private, 999.850 lek. Të ardhura neto nga paga si e vetpunësuar përmbaruese gjyqësore private, 280.000 lek. Të ardhura neto si pedagoge e jashtme në Fakultetin e Drejtësisë, viti 2017, 52.686 lek. Shlyer pjesërisht kredia bashkë me interesa për blerjen e automjetit tip Perento Clio, shuma e shlyer 2.700 euro, vazhdon detyrimi. Viti 2018, Plarentë Ndreca, llogari personale rrjese, 2.915.795.44 lek, llogari personale rrjese, 251.789.56 lek, llogari kartë krediti, 684.99 euro. Të ardhura neto dhe dieta si sekretari përgjithshëm MTM, janar-mars 2018, 331.700 lek. Të ardhura neto si antar i Këshillit Mbikëqyrës në ndërmarrjen e qytet studentit numër 1 në Tiranë dhe shpërblim janar-mars 2018, 24.936 lek. Të ardhura neto si kryetari i bordit të administrimit të Universitetit Politeknik, janar-mars 2018, 73.960 lek. Suela Ndreca. Të ardhura nga paga si e vetpunësuar përmbaruese gjyqësore private janar-mars 2018, 72.000 lek. Shlyer pjesërisht kredia për automjetin Renault Clio 450 euro, vazhdon detyrimi. Viti 2019, Plarentë Ndreca, deklarim para fillimit të detyrës, apartament banimi 108 m2, e pa hipotekuar në Tiranë, burimi, kursime nga aktiviteti privat i prindërve, plus shitja e shtëpisë në midit, 43.200 euro. Dyqan me sipërfaqe 13.3 m2, e pa hipotekuar sipas aktmarrëveshjes datë 6/6/2005, burimi, kursime nga aktiviteti privat i prindërve, plus shitja e dyqanit në midit, 15.600 euro. 2 garazhe 33 m2, e pa hipotekuar, burimi, kursime personale ndër vite 7.000 euro. Ortak i vetëm i studios ligjore TNDN Tiranë, aksioner në një shoqëri, përqindja në kapital 49% e pezulluar, llogari personale rrjese, 2.099.787.90 lek, llogari personale rrjese, 2.046.760.67 lek, llogari kartë krediti, 91.41 euro, gjendje kesh 3.000 euro. Të ardhura neto si antar i Këshillit Mbikëqyrës në rezidencën studentore numër 1 Tiranë, janar korrik 2019, 75.888 lek. Të ardhura si administrator i studios ligjore TNDN, janar korrik 2019, 138.528 lek. Të ardhura si antar bordi universiteti, janar korrik 2019, 50.725 lek. Të ardhura nga DR Sigurime Shoqërore Tiranë, pension suplementar 414.486 lek. Suela Ndreca, automjet tip Renault Clio, shlyer me kredi bankare. Të ardhura të krijuara nga ushtrimi i profesionit si përmbaruese gjyqësore private 2012-2019, të ardhura nga bashkëshorti. Llogari personale rrjese 536.177.83 lek, llogari rrjese në emër të Suela Ndreca 121.247.16 lek, 16.76 euro dhe 5.91 dollar. Llogari rrjese në emër të Suela Ndreca, ushtrimi i aktivitetit privat si përmbaruese gjyqësore private, 204.871.43 lek. Llogari rrjese në emër të Suela Ndreca, ushtrimi i aktivitetit privat si përmbaruese gjyqësore private, 213.447 lek. Të ardhura nga paga e deklaruar si e vetpunësuar përmbaruese gjyqësore private, janar korrik 2019, 156.000 lek. Të ardhura neto si pedagoge pranë Universitetit Mesdhetar, janar korrik 2019, 177.719 lek. Deklarimi vjetor, Plarentë Ndreca,
Llogari personale rrjedhse shtuar gjendja nga deklarimi i mëparshëm 3.165.765.46 lek. Llogari personale rrjedhse paksuar gjendje nga deklarimi i mëparshëm 2.725.680.67 lek. Llogari kartë krediti pakëstuar në 16.20 euro. Të ardhura neto si sekretari i përgjithshëm 618.537 lek. Të ardhura neto si antar i Këshillit Mbikëngjyrës në rezidencën studentore numër 1 Tiranë 50.562 lek. Të ardhura neto si antar Komisionit të Drejtës së Autorit 29.750 lek. Të ardhura neto si antar Bordi Lirian Gard SHA 63.240 lek. Të ardhura si antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës 72.250 lek. Të ardhura neto si antar i Këshillit Mbikëngjyrës të Entit Kombëtar të Banesave 38.760 lek. Suela Ndreca, llogari personale rrjedhse shtuar nga deklarimi i mëparshëm 636.814.11 lek. Llogari rrjedhse biznesi në emër të Suela Ndrecës, ushtrimi i aktivitetit privat si përmbaruese gjyqësore private 757.945.59 lek, 16.76 euro dhe 5.91 dollar. Llogari rrjedhse biznesi në emër të Suela Ndrecës, ushtrimi i aktivitetit privat si përmbaruese gjyqësore private 169.721.43 lek. Llogari rrjedhse biznesi në emër të Suela Ndrecës, ushtrimi i aktivitetit privat si përmbaruese gjyqësore private 111.047 lek. Fitimi neto nga ushtrimi i funksionit si përmbaruese gjyqësore private 584.574 lek. Të ardhura nga paga e deklaruar si e vetpunësuar përmbaruese gjyqësore private korrik dhjetor 2019 156.000 lek. Të ardhura neto si pedagoge pranë Universitetit Mesdhetar 53.280 lek. Të ardhura neto si pedagoge jashtme pranë Fakultetit të Drejtësisë Tiranë 63.933 lek. Të ardhura neto si pedagoge jashtme pranë Kolegjit Beder Fondacioni Hafiz Ali Korça 64.000 lek. Viti 2020, Clarent Ndreca, llogari personale rrjedhse shtuar gjendja nga deklarimi i mëparshëm 3.430.084.59 lek. Llogari personale rrjedhse shtuar gjendja nga deklarimi i mëparshëm 2.756.132.7 lek. Llogari kartë krediti shtuar gjendja 428.72 euro. Të ardhura neto si sekretari i përgjithshëm 1.033.013.17 lek. Të ardhura neto si antar Bordi Lirian Gard SHA 105.400 lek. Të ardhura si antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës 130.050 lek. Të ardhura neto si antar i Këshillit Mbikëngjyrës të Entit Kombëtar të Banesave 38.760 lek. Suela Ndreca, llogari personale rrjedhse në bank shtuar gjendja 759.463.53 lek. Llogari rrjedhse biznesi nga ushtrimi i aktivitetit privat si përmbaruese gjyqësore private 280.541.48 lek, 16.76 euro dhe 5.91 dollar. Llogari rrjedhse biznesi nga ushtrimi i aktivitetit privat si përmbaruese gjyqësore private 468.671.43 lek. Llogari rrjedhse biznesi nga ushtrimi i aktivitetit privat si përmbaruese gjyqësore private 57.847 lek. Të ardhura nga paga e deklaruar si e vetpunësuar përmbaruese gjyqësore private janar-shtator 2020 156.000 lek. Të ardhura netës si pedagoge pranë Universitetit Mesdhetar janar-shtator 2020 159.840 lek. Viti 2024, Clarent Ndreca, deklarat para fillimit të detyrës, garazh 31.71 m2, 3.500 euro, burimi kursime, garazh 17.87 m2, 3.500 euro, burimi kursime, njësi 14.24 m2, 15.600 euro, burimi kursime, apartament 97.24 m2, 43.200 euro, burimi kursime, aksione në dom
Domus Nostra 49.000 lek, aksione në TNTN SHPK 1 milion lek, burimi kursime, gjendje kesh 500 euro, burimi kursime, gjendje kesh 100.000 lek, burimi kursime, llogari bankare për fëmijë shumë emërore 900.018.44 lek, burimi i krijimit dhurim, llogari bankare 47.903.39 euro, burimi të ardhurat, llogari bankare 160.022.74 lek, burimi të ardhurat, llogari bankare 1.055.964.46 lek, burimi të ardhurat, fonde investimi 2.504.346.11 lek, koha e investimit 5 muaj, burimi kursimet, të ardhurat nga veprimtaria e pavarur profesionale e emërtimi QSHA 78.300 lek, të ardhurat nga paga nga Bashkia e Tiranës, shuma neto 27.093 lek, të ardhura nga paga TNTN SHPK, shuma neto 15.444 lek, kartë krediti shuma e pashlyer 885.24 euro, detyrim ndaj të tretëve, shuma e pashlyer 156.000 euro. Suela Ndreca, apartament 96.30 m2, pjesa takuese 4.01 m2 trashëgimi, gjendja kesh 30.000 lek, burimi kursime, llogari bankare 1.006.165.8 lek, burimi kursimet, deklarimi vjetor 2024, Plarentë Ndreca, gjendje kesh 200 euro, gjendje kesh 30.000 lek, burimi kursimet, llogari bankare 76.71 lek, burimi dhurim, llogari bankare pakësuar me 160.041.69 lek, llogari bankare 2.093.588.26 lek, burimi të ardhurat, llogari bankare pakësuar me 45.327.32 euro, fonde investimi 142.484.97 lek, burimi kursime, të ardhurat të tjera 465.221 lek, honorare 134.300 lek, të ardhura nga dieta Kuvendi i Shqipërisë 603.180 lek, paga nga Kuvendi 2.345.435 lek, kartë krediti, shuma e shlyer 166.83 euro, shuma e pashlyer 718.41 euro, detyrim ndaj të tretëve, shuma e shlyer 46.000 euro, shuma e pashlyer 110.000 euro. Suela Ndreca, gjendje kesh paksuar me 15.000 lek, llogari bankare paksuar me 846.052.8 lek, të ardhura si person fizik 134.392 lek, të ardhura nga paga, zyra përmbarimore Tiranë 44.082 lek, paga nga korporata e investimeve shqiptare 390.227 lek, viti 2025, Plarentë Ndreca, automjet 1.999.000 lek, burimi kursimet, gjendje kesh paksuar me 95.000 lek, gjendje kesh paksuar me 250 euro, llogari bankare 3.959.45 euro, llogari bankare paksuar me 1.167.559.95 lek, llogari bankare shtuar me 38.15 lek, llogari bankare shtuar me 4.909.11 lek, burimi të ardhurat, fonde investimi 11.072.24 lek, burimi kursime, të ardhurat të tjera 363.112 lek, honorare 30.600 lek, dieta nga Kuvendi 508.810 lek, paga nga Kuvendi 2.027.207 lek, kartë krediti, shuma e shlyer 250.67 euro, shuma e pashlyer 467.74 euro, detyrimi ndaj të tretëve 110.000 euro. Suela Ndreca ka dhuruar 4.167% të pjesës takuese të apartamentit trashëgimi, gjendje kesh e paksuar me 2.000 lek, llogari bankare shtuar me 374.312.43 lek, burimi të ardhurat nga paga, të ardhurat nga paga nga zyra e përmbarimit Tiranë 1.135.502 lek.